Instituti i Regjistrimit të Statistikave nga të dhënat e mbledhura 15 vitet të fundit nxjerr në pa se 117 miliard lek janë dërguar në vendin ton nga remitancat. Shqiptarët në përbot kanë dërguar vlerat e larta çdo muaj, ku mosha që kryeson në marrjen e tyre janë pensionistët. Qytetarët e Vlorës tregojnë se pensionet e vend nuk mjaftojnë as për ilaçe, e për këtë arsye mbështetja e fëmijëve të tyre në emigrim është mos e jetike për ta. Sipas vetë pensionistëve, vlerat që ata dërgojnë janë vetëm sa për ushqim dhe asgjë më tepër. Ku mjafton pensionin çan? Këta na gënjet parë, gënjet dytë. Ai thotë i rrita që nga janari sa ka rritur nuk e di. Po mos kemi fëmijë, si mund të dalësh në pension me 100.000 lekë, me 150.000, me 200. Ju dërgojnë çdo muaj? Po jo më çdo muaj, po. Herë vemi ne se jashtë, herë vinë ata këtu, herë kemi dhe këtu. Po unë që flas nuk kam nevojë për pensionin, për ndihmën e fëmijëve, se kam pension të mirë vetë. Po në përgjithësi pensionistë janë shtresa më e përsekutuar. Nuk është pension, është asistencë sociale. Pension nuk quhet. E quajmë ne këtu në Shqipëri pension se kështu tallen ata. Asistencë sepse nuk është pension. Të ardhurat si lekë, ku ja vlen? Unë kam punuar 45 vjet punë shteti. Kur erdhi puna më nxorën në fillim, sepse i bënin me porosira pensioni, më nxorën sikur isha kooperativë bujqësore. Dhe mezi pas disa vjetëve, vajti 160. Dhe tani 20 vjet pension, janë 200 sa. Ku e gjen asgjë kundi, në qiell. Fëmijët, sado që të shpresosh, dhe ata atje ende punojnë, lodhen, rroptojnë, pavarësisht nga dëshira që kanë për ta ndihmuar. Patjetër është bëjnë detyrën e tyre si fëmijë për prindin. Po nuk quhet zgjidhje kjo. Të thash, disa biles s'kan mundësi të ndihmojnë prindërit. Sepse të ardhura që marrin dhe ata andja mund të jenë shumë të pakta. Se varet me ç'punë bëjnë. Çfarë bëjnë? Asgjë ja, përpeliten. Ne këtu në Vlorë zëmi do të nga Loran Skel. Si ja bëjnë? 100.000 lekë pension, ndihmojnë fëmija me vuajtje. Po e një fëmijë që kam jashtë shtetit. Jo, në mënyrë absolute. Shteti e di, qeveria, ku dim ne jemi këtu. 100.000 lekë marrën. 8 vjet merr gruaja, 108 vjet. S'ka tjetër vetëm vdekje. 400.000 lekë të bësh një eko. Tërgojnë 100 euro kur ka dyqin. Si s'punojnë nga ta, çfarë bëjnë në vëqë? Po s'ka përgjese dhe pensionet dhjetë në Shqipëri se qa doli? Qa doli të thori të thebo? Po kujt ju bë vonë dhe po se dolu? Kujt ju bëhet vonë dhe po se dolu? As kujt? Pse? Me vështirësi, si gjithë fjallë, me vështirësi. Me kursim, me kështu, me kështu. Urdo? Fëmijët ndihmojnë, po ne nuk kërkojmë lekë fëmijëve. Se fëmijët kanë fëmijët e tyre, kanë familjet e tyre. Edhe ata tjerë me probleme janë, se mos janë në mirëqenie të plotë edhe ata shikojnë me zjerë muajin e të gjithë, me rrogat që ka. Jo, nuk është kjo shpresë. Nuk ka shpresë kështu. Nuk është shpresë për Shqipëri kjo, remitanca. Nuk është shpresa. Shqipëria, shpresa do t'i mbështet tek vetja, tek puna e qeverisë, tek puna e njerëzve këtu. Po ne sot nuk kemi një qeveri brillante, po kemi një qeveri më të mirë se që kemi pasur vitet të tëra. Kështu që, që të dhe? Jo, nuk është realitet. Realiteti nuk është, Shqipëria ka ndryshuar shumë. Po, nuk është ajo që duhet. Ashtu, as mirë as keq. Se nuk jemi në atë rangun e atyre që marrin shumë pak. Jemi në mesatar. Si unë dhe ky shoku. Po në momentet që nuk? Tash njeriu kur është i gjallë duhet të lëvizë. Jo, ne kemi si shumë dhe pak. Jo, ne pensionistët. Jo, absolutisht. Ka dërgimet e tyre cilat ato bëjnë? Thash, ky sistem nuk t'i siguron të gjitha. Të krijon mundësinë për të jetuar sistemi kapitalist. Nuk t'i siguron pensionet. Po të shikoni dhe jashtë juve, ka pensione dhe pensione. Sigurohen nga shteti apo nga firmat, individ veçantë, pagojnë dhe një kontribut për të kompensuar pensionin. Ata pensionistë që nuk ja dalin janë plotësuar. Po, normale nuk është. Nuk Jo, është. dhe të marrë fëmijëve në çikezoshëm. Edhe ata me gjakin nxjerrin andja. Jo, tashi ata po e ngërën dhe atë pak nga pak.
atë të pensionit. Tash njerë ne mase duam edhe 2 milion, 3 milion, po gradualisht do bëhet. Ai ka probleme për shumë uljen e disa çmimeve për anë e pensionistëve. Një pjesë e qytetarëve mendojnë se zgjidhja nuk duhet të vijë as pak nga fëmijët e tyre në emigrim. Sipas tyre, duhet gjetur zgjidhje nga qeveria shqiptare për rritjen e pensioneve, pasi shumë pensionistë nuk kanë fëmijë në emigrim e përpasoj nuk kanë me se të jetojnë. Po ata që s'kanë. Ore vetë një shpresë se duhet jetë shteti, se shteti është si prindri për fëmijët. Po mirë, po ata që s'kanë fëmijë e kemi fjalën. Po mirë, ata e kuptoj unë. Ata që s'kanë fëmijë qatë, për janë plek, kanë njëllur, ne jemi ditë, kështu jemi në përpallate nga vetëm burë e grua. Fëmijët janë larguar, janë në punë të tyre dhe këtu t'jenë, kanë hallet e tyre, kanë shtëpitë e tyre, kanë fëmijët e tyre. Ndërsa shumë prej pensionistëve detyrohen që megjithse kanë vite në moshë pensioni, ende të punojnë. Në emigrim është jetesa e vështirë dhe nuk duhet të presësh nga fëmijët, thon ata. Ne kemi shumë pensionistë, për shembull. Unë jam shofer gjatë kohë hiqja të taksën majko. Ju punoni ndërkohë? Jo, të shemi pension. Ore mund të bëjmë për pensionistët. Duke thuar që nga ilaçet, që nga analizat, që nga shërbimi i transportit urban apo interurban, këto favore duhet të bëjmë pensionistëve. Unë kam 10 vjetë që kam dalë në pension. Edhe nuk më dilte, sepse më doli pensionin 187.000 lekë. Nuk më dilte as për bukë, jo më për gjithë tjetër. Me gjithë ato gjeta një zgjidhje. Ika në Itali, punova dhe hëngra, as në gjithë tjetër. Po sot në çfarë realiteti? Sot, po jam rikthyer me kursim çdo gjë, me kursim. Pra ato financa që ke mbledhur. Andaj po, me kursim çdo gjë, sepse këtu më vjen keq. Më vjen keq që ju diskutoni këtë. I keni pyetur gjithë pensionistët e kanë marrë atë shtetën që bëri kryeministri? Se unë se kam marrë. S'ka marrë asnjë lek. 200 lekë. Jo, atë 18.000. Edhe 8.000. Kam dalë me pension të plot, plus që na penalizoi nga pensionet që dolëm, sepse u kam punuar në një punë, se punon me të mëndshmit, edhe s'kupton, jo të punosh me të marrët, ku kam punuar unë, dhe më doli pensioni minimal. Jo, nuk mundet. Unë që kam qenë andej edhe i kam parë, që të mbajnë, unë nuk e kuptoj me ata prindër që vene ule në kafene dhe presën nga fëmijët, që fëmijët atje i veshën atletet në orën 7 të mëngjesit e i heqen në 7 të darkës. Pensionistët duhet të mendojnë kur hedhën votën. Kur hedhën votën, duhet të mendojnë. Ata janë, ka një fjalë ana e jugut, ata janë të gjithë njësoj, sepse ata mbrojnë njëri tjetrin. Si Saliu dhe Edi, po ndryshon të Saliu. Ndryshon të Saliu. Këtë vit janë? Jo, nuk janë dërgimet e atyre që punojnë me djers të ballit andej. Ato janë dërgimet të tjera të atyre që nuk punojnë me djers balli, sepse ja unë kam 2 fëmijë, kam 3. Por ta heqëm një sepse është në Greqi, po këta të 2 që kam në Itali. Dhe unë të pres që të më dërgojnë fëmijët, më të mbet helma i leku atyre. Po, punoj. Jam 71 vjeçe. Po, punoj natën, ndihem tek një grua plak. Sipas informacioneve, edhe në 3 muajt e parë të këtij viti, dërgesat nga jashtë shtetit janë më të larta se të një viti më parë.